Policia kufitare e Muriçanit ka arrestuar në flagrancë një shtetas francez, i cili dyshohet se tentoi të nxjerrte në mënyrë të paligjshme nga Shqipëria një shtetase tajlandeze. Sipas policisë, në pranga u vu shtetasi Tom Hack, 26 vjeç me shtetësi franceze. Gjatë kontrollit të automjetit të tij në pikën e kalimit kufitar të Muriçanit, shërbimet e policisë kufitare konstatuan në sediljen e pasme një valigje, brenda së cilës ishte fshehur një shtetase tajlandeze. Nga veprimet e para hetimore rezulton se qëllimi i shtetasit francez ishte transportimi i shtetases tajlandeze nëpërmjet territorit të Malit të Zi dhe më pas Kroacisë, me destinacion përfundimtar Francën, duke shmangur procedurat ligjore të kalimit dhe hyrjes në shtetet përkatëse. Sipas njoftimit të policisë, pas konstatimit të rastit u procedua me ndalimin në flagrancë të shtetasit francez dhe të shtetases tajlandeze, ndërsa u sigurua vendi i ngjarjes dhe vijojnë veprimet hetimore për zbardhjen e plotë të rrethanave të rastit.